19 mars. Një përmbledhje e Ungjillit për 6 pikash. Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, I drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. E pare Pjetrit 3:18. Janë një përmbledhje e Ungjillit për të ndihmuar që ta kuptosh, ta shijosh dhe ta ndash atë. 1. Perëndia na krijoi për lavdinë e Tij. Bëj që të vinë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës, tërë ato që quhen me emrin tim, që kam krijuar për lavdinë time. Isaia 43:6-7. Perëndia na krijoi të gjithëve ne në shëmbulltyrën e Tij, që ne të tregonim ose të pasqyronim karakterin dhe bukurinë e Tij morale. 2. Prandaj, çdo qenie njerëzore duhet të jetojë për lavdinë e Perëndisë. Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë. E pare Korintasve 10:31. Ti jeton për lavdinë e Perëndisë, duke e dashur atë. Mateu 22:37. Duke I besuar atij. Romakëve 4:20. Duke qenë mirënjohës ndaj tij. Psalmi 50:23. Duke I u bindur atij. Mateu 5:16. Dhe duke e çmuar atë mbi gjithçka. Filipianëve 3:8, Mateu 10:37. Kur I bëjmë këto gjëra, ne reflektojmë lavdinë e Perëndisë. 3. Megjithatë, ne të gjithë kemi mëkatuar dhe nuk e arrijmë lavdinë e Perëndisë, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë. Romakëve 3:23. Megjithse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi, dhe e ndëruan lavdinë e Perëndisë së paprishëm në një shëmbëllim. Romakëve 1:21-23. Asnjëri prej nesh nuk e ka dashur, nuk I ka besuar, nuk e ka falenderuar, nuk I është bindur dhe nuk e ka çmuar Perëndin ashtu si duhet. 4. Prandaj ne të gjithë meritojmë ndëshkim të përjetshëm. Paga e mëkatit është vdekja e përjetshme, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Romakëve 6:23. Ata që nuk I binden Zotit Jezus do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së Tij. E 2 Thessalonikasve 1:9. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme. Mateu 25:46. 5. Megjithatë, në mëshirën e Tij të madhe, Perëndia dërgoi në botë Birin e Tij të vetëm, Jezu Krishtin, që të siguronte për mëkatarët udhën e jetës së përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha Birin e Tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Gjoni 3:16. Krishti na shpengoi nga mallkimi I ligjit, sepse u bë mallkim për ne. Galatasve 3:13. Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, I drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. E pare Pjetrit 3:18. 6. Prandaj jeta e përjetshme është dhuratë falas për të gjithë ata që do t'i besojnë Krishtit si Zot, si shpëtimtar dhe si thesarin suprem të jetës së tyre. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Veprat 16:31. Po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Romakëve 10:9. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhuratë e Perëndisë, jo prej veprave që askush të mos mburret. Efesianëve 2:8-9. U kryqëzova bashkë me Krishtin, por roj, jo më unë, po Krishti ron në mua. Por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua. Galatasve 2:20. Po me të vërtet I konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zotit tim, për shkak të cilit I humba të gjitha këto dhe I konsideroj se janë ple që unë të fitoj Krishtin. Filipianëve 3:8.